Ndodh e pabesueshmja këtu në Michigan. Parat bien nga qielli. Ndalet trafiku. Një skenë e posaçërt ndodhi në Gresham Avenue, në anën lindore të Detroitit, ku 4 monedha të shumta nga qielli duke shkaktuar kaos në trafik. Shoferët të shumë ndaluan makinat në mes të rrugës dhe u hodhën për të mbledhur parat, duke detyruar policinë të mbyllte përkohësisht rrugën. Ngjarja nuk ishte aksidentale, por një omazh prekës për Daryl Thomas, një banor i njohur i zonës, i cili humbi jetën së fundi nga sëmundja e Alzheimerit. E njohur si Plant, ai ishte pronari i një lavazhi makinash dhe një figurë e dashur në komunitet për bujarinë në mbështetje ndaj fqinjve. Hedhja ajrore e kartmonedhave ishte dëshira e fundit e tij, realizuar nga djali i tij Smoke në ndër të trashëgimisë së tij. Ai ishte një legjend për ne, kjo është dhurata e tij e fundit, tha Smoke mes emocioneve. Ngjarja u prit me surprizë, por dhe shumë emocion nga komuniteti që kujton Plant si një simbol të mirësisë dhe bujarisë në këtë qytet në Michigan.